çdo shef, çdo përtejës, çdo person që ka marrë me fije pushtet nga Partia Socialiste dhe për edhe nga Gazia apo për të demokratë sekretarë, një fije pushtet duhet të garantojë që ta ketë prapë 22 qershor. Ne jam i vetëdijshëm që në gjithë territorin kemi bërë dhe gabime me politikën njerëzore dhe me marrëdhënie. Jam i vetëdijshëm që gjithë territorin, jo të gjithë territorët tanë, janë në rrethësia e detyrës. Jam i vetëdijshëm që në çdo qaj, në çdo rreth, në çdo bashki, ka drejtor që po na nxjerr bojën. Shtabit drejtues, që është shtabi i përbashkët, i kandidatës dhe i katër deputetëve që janë këtu në salë dhe në gjë, që të gjithë këtyre drejtorëve që janë dhe shefa dhe përgjegjësa, të caktojnë detyrën konkrete. Dhe detyra konkrete do të jetë sa kuti votimi do kesh ti në përgjegjësinë tënde personale. Që do të thotë dikush një zonë, dikush 5 qendra, dikush 2 qendra, e kështu me radhë, por ama dhe aty pra do të japë të secili nga ju do të marrë në dorë letrën dhe dhurën. Këto janë votat që ne presim të dalin nga kjo qendër votimi. Shkolla shpi, derë, shtim, trokit dhe fol për këtë partitar dhe kush është i Partisë Socialiste kërkoj votën për Partisë Socialiste, kush i Këshillit kërkoj Demokracinë, por për këtë partitar gjithë bashkë në radhën më të parë, se kjo është kryesorja. Dhe në fund fare, nëse rezultati objektivi nuk do të arrihet te kutia, do të thonë që koha për t'i hapur vendin diku tjetër ka ardhur të datë 22. Historia e Partisë Socialiste në pushtet dhe ata që janë këtu që njohin historinë e Partisë Socialiste në pushtet, ka qenë historikisht që drejtues bëjnë drejtor, i kthen dhe shpirën betejës. Dhe për kape, për historia dhe shumica dërmuese u bën edhe shkaku që filloi degenerimi i pushtetit të Partisë Socialiste në të shkuar. Kjo nuk ka për të prapë. Kjo nuk ka për të prapë. Dhe ne nuk do të reflektojmë, sepse ne kemi bërë mirë që kemi investuar mbrapsht tek ju besimin që ju të merrni drejtim përgjegjësi në çmëra, por kjo nuk është e ndarë nga domosdoshmëria që shumica jonë, që qeveria jonë, jo vetëm të performojë, jo vetëm të japë rezultate, por edhe të marrin mbrapsht akoma atë që takon. Dhe është rasti që disa nga ju këtu të shkryejnë një pjesë edhe të degradimit që kanë shkaktuar në imazhin e Partisë Socialiste me punën e tyre drejtorëve. Ta shkryet duke i kthyer mbrapsht Partisë Socialiste kredit që ka marrë 23 qershor në Shkodër bashkë me LSI pa diskutim. Dhe për këtë arsye nuk kemi shumë për të diskutuar, kjo është e thjeshtë dhe qartë. Çdo njeri nga ata që ka një përgjegjësi më shumë se sa punojëse thjesht, aty të punojëse thjesht gjëja është pastaj organizimi i natyrshëm edhe detyrat natyrshme, po ata